Praktika profesionale pranë bizneseve për nxënësit e shkollës së mesme profesionale Arben Broci në Shkodër ka ndikuar si në rritjen e aftësive të tyre, ashtu edhe në sigurimin e punësimit, thot drejtori i kësaj shkolle Zamir Laçaj. Nxënësit gjatë vitit 2084 ushtojnë praktikën profesionale në biznes, sepse kanë kalu normat e sigurimit teknik. Ne si vjet nga 436 nxënës që kemi, 213 nxënës vitit 2-8 a disa vitit 4, sot ushtojnë praktikat profesionale në biznes, ku janë lidhur kontratat me çdo biznes, është numri NIPT-it e gjitha të tjerat, që merret që ato 14 ose 15 orë, 2 ose 8 ditë në javë, ato ushtojnë praktikat si shëmëtoja elektrike, termohidraulika e tjerë në biznes. Risia e këtij viti është angazhimi i nxënësve në sistemin e ujësjelljes kanalizimeve. Si vjet kemi një risi që viti i tajt komplet është i ata shumë pranë ujësjelljes kanalizimeve tek termohidraulika dhe realizon praktikat në një biznes që është i lidhur me përgatitjen e tyre profesionale. Laçaj kujton se kërkesat nga bizneset e rajonit të Shkodrës për profesionistë janë të mëdha dhe gjithnjë në rritje. Sot ne kemi kërkesë të jashtëzakonshme nga biznesi për të marrë nxënës që të ushtojnë praktikat në mjedise e tyre ose në aktivitete që ato ushtojnë. Topi i arsimit profesional është shëmëtoja. Masaj vjen elektroteknika, është edhe termohidraulika bashkë me mekaniken. Në këtë shkollë të gjithë zanatet, të gjithë janë të punësuar. Unë mund të thamë vetëm këtë që tiku, si vjet në vit 84, ka disa nxënës që mund të quhen janë e ardhmja e IT-s në Shkodër dhe Shqipëni. Me sistem 4 vjeçar, kjo shkollë ofron specialitete në deg si mekanika, mjetet e transportit, elektroteknika, termohidrauliket e të tjerë. Prej disa vitesh nxënësit që po diplomohen këtu dhe që nuk preferojnë të vazhdojnë studimet e larta, e kanë punën të garantuar pasi tregu i punës ka shumë hapësira për specialitete të tilla.